Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, muaji begat Ramazanit është muaji i mirësive ku çdo punë që bën besimtari i shtohen shpërblimet. Sikur ne e dimë, një punë e mirë është 10 fish deri në 700 fish apo edhe më tepër. Një nga punët e mira që bën Ramazan, që vetë pejgamberi sa më stimulante, ishte lëmosha sadakaja. Pejgamberi sa ishte shumë bujar. Kur vinte Ramazani, ishte akoma dhe më tepër bujar. Ne jemi në kohë vështira dhe ky Ramazan i ka gjetur gjithë njerëzit në kohë vështira. Situata e parë ishte tërmeti, situata e dytë koronavirusi dhe shumë prej njerëzve nuk kanë marrë ndoshta pakat e tyre dhe në kriza ekonomike. Muaji i begat Ramazanit i bën të mundur që ato njerëz që kanë të japin sa më shumë lëmosh dhe pikërisht të japin sa më shumë sadaka, sepse shpërblimet shtohen edhe më tepër. Pejgamberi sa më thotë, lëmosha më e mirë është lëmosha që jepet në muajin Ramazanit. Pra, nëse do të japsh sadaka apo lëmosh, mundohu ta japsh sa më shumë në këtë muaj begat. Madje edhe nëse ke mundësi me dhënë zakatin në këtë kohë, jepe zakatin tënd për të qenë më afër te njerëzit që kanë nevojë. Pa diskutim që sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bëshin garonin mes njëri tjetrit me dhënë sa më shumë sadaka. Tregon vetë Umeri radhiyallahu anhu, një ditë na urdhëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me dhënë sadaka. Unë atë kohë kisha shumë pasuri dhe vendosa që do ja kaloj gjithëve, do ja kaloj dhe Ebu Bekrit duke dhënë sadaka. Mora gjysmën e pasurisë time dhe ja dërgoj pejgamberit Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Pas meje vjen Ebu Bekri dhe i jep pasurinë e tij. Ku e pyet pejgamberi alayhis salam, i thot, "Çfarë ke lënë te shtëpia?" Ai thot, "Kam lënë Allahun dhe pejgamberin e tij." A ditë vendosa thot Umeri që nuk do garoj kurrë më me Ebu Bekrin, për shkakun sepse ai dha gjithë pasurinë. Këto janë modele shumë larta që sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kanë bërë kohën e pejgamberit. Ai që neve na kërkohet këto ditë, brenda mundësive çdo kujt për nesh, të japi sa më shumë sadaka në këto ditë shenjta, sepse muaji i begat Ramazanit i shumë fishon gjithmonë shpërblimet dhe njëkohësisht mundësi e madhe për gjithë ne, pra atë që ka mundësi të jetë pranë atyre që kanë nevojë. Zoti pranof këtë muaj dhe Zoti na bëj për atyre që të japin sa më shumë lëmosh për ato njerëz që kanë nevojë. Zoti shpërblet. Ramadan